Këshilli Bashkiak zhvilloi sot mbledhjen e radhës me shqyrtimin dhe miratimin e pikave të rendit të ditës. Para nisjes së mbledhjes u miratua dorëheqja e Elton Korreshit si antar i Këshillit Mbikëqyrës i ekipit të futbollit të Lushnjës, për shkak se ka marrë mandatin për deputet të Partisë Socialiste. Kryetari i grupit të këshilltarëve të opozitës, Klement Çela, ndërhyri dhe foli për çështjen e privatizimit të klubit sportiv, i cili ka dështuar 3 herë. Ai solli në sallë pyetjet e qytetarëve lushnjar, të cilët janë të interesuar për privatizimin e tij. Sporti është bërë gangren për shkak të asaj që ne kemi nxjerr privatizimin e klubit. Njerëzit janë të interesuar dhe duan dhe pyesin gjithmonë se çfarë u bë, pavarësisht se e kanë marrë vesh nga portalet apo nga komunikimet direkte me ju që ka dështuar për herë treta në Kandi. Gjithsesi duhet të shqetësohemi për mbarvajtjen e këtij procesi, sepse dështoj për herë tretë nuk do të thotë që mbaroi këtu kjo gjë. Duhet të demonstrojmë që kjo është serioze dhe patjetër që klubi duhet shkojë drejt privatizimit. Dhe për këtë unë nuk po ngre pyetjet e mia, por kam një shqetësim, kam disa, por nga një futboll dashës dhe qytetar i Lushnjës. Dhe pyetjet që zotëria ngre. Sepse besoj, unë e kam ngritur dhe më përpara këtë si do të veprohet në vazhdim, dhe më keni thënë që do rishikohen kriteret e tjerë për të shpallur ankandin e radhës dhe për ndjekur procedurën e duhur. Pyetja e parë që ngrihet, a do të merren në konsiderat fushata promovuese apo prezantimi më i strukturuar i klubit? E para. E dyta, a është në plan mundësia e ofrimit të 1% të kufizuar të aksioneve, ajo që kam thënë unë, mase duhet ulet numri i aksioneve, sepse tremen nga vlera 100% e tyre. Pra, a është në plan mundësia e ofrimit të 1% të kufizuar të aksioneve për investitorët privat, si një hap fillestar përpara kalimit të plot në administrimin privat? Apo ka ndonjë strategji tjetër nga ana juaj? Kryetarja e Bashkisë si presidentja e klubit ju përgjigj pyetjeve të qytetarit. Kanë dështuar 3 procedura sepse nuk ka pasur asnjë ofertë të paraqitur pranë institucionit të bashkisë. Sipas ligjit ne do të përgatisim për ta hedhur për herë të 4, dhe në rast se nuk do të paraqiten as këtë herë të 4, atëherë do të thresim përsëri vlerësuesen në mënyrë që t'ju prezantojmë, por fillimisht do të bëjmë dhe një bisedë më të ngushtë me ju për të diskutuar që këto aksione ne pastaj mos t'i kalojmë 100%, por t'i kalojmë në 80 apo 70%, por që mendoj që duhet ta bëjmë diskutim para prak mbasi të mbarojë dhe faza 4 me një grup të interesuar nga ju si antar Këshilli Bashkiak, në mënyrë që ne pastaj të vim me propozimin përfundimtar. Për sa i përket marketingut, patjetër që ne përpiqemi të bëjmë maksimumin. Nëse ju keni ndonjë ide apo ndonjë propozim, nga ju, por edhe nga kushdo qytetar tjetër të Lushnjës, jemi të hapur për të pranuar propozimet sepse si ta bëjmë më mirë. Më pas diskutimet u ndalën tek pika për përdorimin e fondit rezerv për nxënësit ekselent, ku u propozua nga këshilltarët të shtohet kriteri përqindjes për nxënësit. Ne propozuam dhe një kriter shtesë sipas përqindjeve të maturantëve, që do thotë, maturantët për gjithë në gjithë bashkinë Lushnjë, maturantët e shkollës tonë shkëlqim për 30 që jep bursa bashkia dhe del përqindja e saktë sa maturant duhet për një shkollë. Fakulteti mjekësisë, i cili në ndryshim nga këto provime që kontrollohen brenda rrethit, është një provim shtesë. Dhe nga 18 tetori, larime mesatare 8.9, arrit kapi atë degën e mjekësisë, atëherë diku çalon puna. Po të qenë më transparent me dhum si kriter, atëherë në bazë të numrit të nxënësve të nxjerrin përqindjet pastaj. Nuk mundet që përballë këtij fakti ne ti kemi thënë, ti kemi njoftuar dhe ti themi dalë se na doli edhe një kriter tjetër, kjo nuk bëhet më për këtë vit. Po, hajde diskutojmë vitin tjetër, edhe shikojmë se si mund të jenë më mirë kriteret dhe të shkojë me të vërtet hakat e Zotit. Gjithashtu u diskutua dhe pika për vendqendrimet e reja për taksi 4+1, 8+1 dhe autobusëve.